Policia e Kosovës ka sqaruar incidentin e para 2 ditëve në Mitrovicën e Veriut, ndaj të cilit reagoi një pjesëtar i saj që ndodhej në afërsi. Në videot që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, shihej që një maturant ndalet nga një zyrtar policor dhe në qafën e tij vërehen shenja të kuqe. Për këtë ishte aluduar se shenjat janë si pasojë e dhunës së ushtruar nga zyrtari policor. Por drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka thënë që ato kanë qenë vizatime me marker, të cilat tha se i ka konfirmuar edhe vetë maturanti. Po ashtu edhe në deklaratën e tij zyrtare, të vetë palës, të cilën e ka dhënë dje në stacionin policor Mitrovic, edhe cilën e ka dhënë në prezencë të prindit e tij, ka thënë se këto shenja janë të vendosur me ngjyrë markeri nga shokët e klasës së tij, pasi kjo është një traditë e cila sipas tij përdoret në festat e maturantëve të shkollave të mesme në Mitrovicë Veriore. Në konferencën e mbajtur të dielen janë prezantuar edhe pamje, me anë të cilave sipas Hoxhës vërtetohet se shenjat e kuqe kanë ekzistuar edhe para intervenimit. Madje ka thënë se vizatime të tilla kanë pasur edhe maturantët të tjerë. Policia ka shfaqur edhe fotografi të personit, në të cilat sipas Hoxhës nuk ka shenja dhune, as në qafë as në trup. Megjithatë, ai ka konfirmuar se lidhur me veprimet e policit dhe pretendimet që ai ka ushtruar dhunë jo proporcionale, po merret inspektorati policor. Serbia ka lëshuar fletarëstim ndaj pjesëtarit të Policisë së Kosovës që ka ndërhyrë në incidentin e së premtes në Mitrovicë të Veriut, kur në shesh marshuan maturantët serb. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha se polici do të arrestohet kurdo që të jetë mundur dhe se fletarëstimi ndaj tij nuk do të shfuqizohet. E Hoxha tha se policia e Kosovës është bërë cak i luftës hibride. Edhe njoftimi i djeshëm se ndaj policit ton DB është lëshuar një fletarest, është në vazhdim e përpjekjeve dhe përndjekjeve që Serbia ka bërë ndaj policëve tanë duke përfshirë edhe ata të komunitetit serb. E gjithë kjo është një përpjekje, është një përndjekje e policëve tanë dhe kjo propagandë e vazhdueshme e fabrikuar dëshmon se policia e Kosovës është bërë target i sulmeve hibride që burimin e ka në Beogradin zyrtar. Drejtori Hoxha ka thënë se polici DB ka pranuar kërcënime me jetë në rrjetet sociale dhe për të shmangur incidente të mundshme, ai është transferuar për të shërbyer diku tjetër.